Sipas informatave nga policia e Maqedonisë, në Durrës të Republikës së Shqipërisë është zhvilluar një operacion ndërkombëtar policor, gjatë të cilit janë arrestuar një 26 vjeçar i lindur në Shkup dhe një 34 vjeçar i lindur në Norvegji. Të dy, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila edhe ka publikuar pamjet, janë pjesëtar të grupit të organizuar kriminal Bellanoca, për të cilët Interpoli kishte lëshuar flet arrestime ndërkombëtare për veprat penale, vrasje, tentativë vrasjeje, lëndim i rënë trupor, prodhim, posedim dhe tregti e paligjshme e armëve ose lëndëve shpërthyese, si dhe shoqërim kriminal. Gjatë arrestimit, tek të dyshuarit janë gjetur dokumente personale të falsifikuara, për të cilat ekziston dyshimi se i kanë përdorur për të dalë nga territori i Maqedonisë së Veriut dhe për t'u shmangur drejtësisë. Operacioni sipas policisë është rezultat i bashkëpunimit disa mujor ndërmjet Policisë së Maqedonisë, Shërbimit Diplomatik të Sigurisë të Shteteve të Bashkuara dhe organeve të sigurisë së Republikës së Shqipërisë.